Çfarë ke një nga këto raste? Madje ka prindër që nuk i mbështesin fare dhe edhe nëse vajza, marrim shembull femrën që dhunohet sistematikisht, e ke marrë, e martuar, duhet të qëndrosh, duhet të durosh. A ka ndonjë rast të tillë që mund ta ndash me ne, Shkënda, që është drejtuar tek ty? Po, kam shumë raste, madje më kërkojnë dhe ndihmë, unë mundohem, sidomos femrat i mbështes shumë, absolutisht, kërkojnë ndihmë se çfarë të bëj, si të largohem, si t'ja u shpjegoj prindërve që unë dhunohem, unë tradhtohem sistematikisht, bashorti im ka një grua tjetër, se janë dhe to martesa që njëri partner, domethënë bashorti jeton jashtë shtetit dhe grati lejnë me prindërit e tyre, ndërkohë ai ka krijuar një jetë komplet jetën e vet atje, thjesht vjen një herë në vit në familjen e tij, dhe ato i kanë dhe fakte dhe prap prindrit nuk e mbështesin vajzën, dhe t'i thon vajzës, "Ok, bie dashur, hajde në shtëpi, mos qëndro në një martesë që nuk funksionon, e ka të tundimin i martuar, është turp nga njerëzit, është turp nga fisi, ku do shkosh me fëmijë." E vërtetë të jenë akoma këto. Madje unë kam dëgjuar histori që prindërit i thon vajzave të veta që edhe nëse të gjuan bashorti një shpull, ti du të qëndrosh me atë sepse është turp nëse ti ndahesh nga ai. Dhe këto janë histori që ne kemi pasur në emision. Shpulla është lule për ato, po kur ka dhe një dhunë sistematike dhe prap thonë jo, duhet të qëndrosh sepse burri është burr, duhet shiko të drejtat të barabarta, si burri është burr. Kush ka vendin e vet? Po dakor, po kur flasim këtu pas ska duhet të mbështes, jo vetëm burri është burr. Po kur burri e rra e dhunon dhe i thot gruaja kërkon ta ndaj, po më ndave unë të vras dhe nuk është një situatë shumë e vështirë. Ndodhin edhe këto gjëra dhe këto janë pastaj ekstreme. Pra zonojnë për mos u ndarë. Që të mos ndahen. Dhe të them drejtën e shpirtit, shumë janë gratë të cilat janë në kërcënimin e këtyre gjërave që nuk guxojnë për me nda. Nuk guxojnë me thënë prindërve, nuk guxojnë për me thënë një shokut e një... Jo është pra e keqja, sepse nuk kanë mbështetjen e prindërve, nuk kanë mbështetjen e njerëzve të tyre. Durojnë të shkreta, durojnë në dhunë, durojnë dhe padrejtësia e tyre dhe prap qëndrojnë, nuk e di çfarë jetë mund të bëjnë ato, por kjo është shumë e gabuar. Është e tmerrshme të tolerosh edhe të shoqëruar gjithmonë me tradhtin sistematik. Jeta faktikisht parashikon dhimbjen. Shiko, ka një varg në Bibël që thot Zoti, çdo gjë do të bashkëveprojë për mirë për ata që e besojnë Perëndin. Kjo nuk do të thotë që çdo gjë do shkojë në rregull në një martesë. Por ato të cilat shkojnë gabim dhe nuk duhet nëse i çojmë tek Zoti, Zoti i kthen në anën e drejtë. Zoti rregullon që njerëzit të jenë duke e marrë dritën për t'i larguar, sepse shumë herë çiftet kanë këtë problem. Nuk është vetëm që prindrit, tha një fjalë shumë bukur Shkenda, që prindrit shumë herë nuk i mbështesin fëmijët. Problemi është i prindërve që fusin hund tërkohën te fëmijët pastaj. Dhe ata ja u shkatrojnë prap martesën. Vajza me vrap shkon i thot prindit kështu. Prindi jep këshillën më të gabuar që tjetë e mundur, se e shesi do me mbrojt. Kur faktikisht nëse lexojmë Bibën 3500 vjet më përpara. Është e shkruar në Bibël, burri dhe gruaja thot, bashkohen njëri me tjetrën dhe e braktisin nënën e babajnë dhe krijojnë familjen e tyre. Çfarë do të thotë braktis? Nuk është se e hell. Po braktisin mënyrën si kanë jetuar ata, se ata mund të kenë patur një jetë shumë të gabuar. Po. Kanë patur një sjellje në njëri tjetër, për shembull, shiko, prindrit tan kanë nejt me njëri tjetrin, ndoshta turpi, ndoshta mentaliteti, kanë bajt njëri tjetrin se shko është burrëria, është fistikëria, gjëra të cilat janë shumë të vlefshme. Po që ti të rish tani se është turpi i tjerëve, unë e mbaj familjen se me vjen turp nga axha, nga xhaja, nga baba, nga nana, nga hala, nga tezja dhe nga misia, kjo pastaj nuk është ma familje edhe kjo. Absolutisht ky është shembulli që. Pra do të thotë që kur ti shkputesh, i dën nënën e baben, i respekton ata, por familjen tënde do e ndërtosh ti, do e bashkë ndërtosh, jo do e ndërtosh, se fjala ndërtosh duket sikur është një anshëm, është një bashkë ndërtim.